Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të rëndësishme në vendin tonë. Fillimisht do ndjekim insertin për të mësuar më shumë dhe më pas rikthehemi. Ndoshta nuk është era e parë që Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit përmendet në akuza publike, por hetimi i fundit i SPAK dhe goditja e kryer të martën e vendosin këtë institucion në qendër të një dosje shumë të rëndë penale. Një institucion që në emër të sigurisë së informacionit ka administruar dhe qarkulluar miliarda lekë, sot përshkruhet nga prokuroria e posaçme si një grup i strukturuar kriminal. Akshi ka qenë më herët objekt kritikash politike përfshirë dhe akuza të drejtë për drejta nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i cili ka pretenduar se tendrat e këtij institucioni janë dhënë në mënyrë sekrete në mbulesën e sigurisë kombëtare. Megjithatë, në debatin publik këto akuza ose janë relativizuar ose janë mbrojtur fort nga qeveria. Ndryshe ka ndodhur në këtë hetim penal. Prokurorët e SPAK në eshte dhe larg zhurmës politike kanë ndërtuar një dosje që flet për ekzistencën e një grupi kriminal brenda një institucioni publik me buxhet të lartë dhe ndikim strategjik. Sipas hetimeve zyrtare, grupi dyshohet se ka ndërhyrë drejt për drejt në proceset e prokurimit publik duke vendosur kritere specifike jashtë ligjit për të favorizuar kompani të paracaktuara. Paralelisht, përfaqësues të kompanive konkurruese janë detyruar të heqin dorë nga ankimet, duke garantuar që renditja e fituesve të mos ndryshojë, edhe në rastet kur procedurat ishin objekt kontestimi. Në këtë kuadër, SPAK dyshon se janë konsumuar element të konkurrencës palishme përmes dhunës dhe heqjes palishme të lirisë. Administrator kompanish kanë marrë pjesë formalisht në tendra, kanë lëshuar faturat tatimore fiktive dhe kanë kryer transaksione financiare me subjekte që nuk ishin realisht pjesë e procedurave të tenderimit, duke ndërtuar një skemë tipike të pastrimit të produkteve të veprës penale. Gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për Ergyes Agasin dhe Ermal Beqirajin, të dyshuar për konkurrencë të palishme përmes dhunës, heqje të palishme të lirisë, shkelje të barazisë në tendra, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Vendimet për ta nuk janë ekzekutuar ende pasi dyshohet se janë jashtë Shqipërisë. Masa arrest në shtëpi u caktua për drejtoreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj, si dhe për varësen e saj Hava Delibashi, të dyshuara për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendra në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Kujtojmë se Karçanaj u paraqit në SPAK vetëm pak ditë përpara ekzekutimit të masës së sigurisë. Ndaj Erion Ismailit, zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, gjykata vendosi pezullim nga ushtrimi i detyrës publike dhe ndalim të daljes së shtetit për veprën penale të konkurrencës së palishme përmes dhunës, të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Sipas dyshimeve të prokurorisë së posaçme, Agasi, Beqiraj dhe Ismaili kanë marrë peng një biznesmen me qëllim që ky i fundit të mos hynte në garë për tendrat e Akshit. Ndërkohë, masa ndalimi i daljes së shtetit u caktua dhe për Andis Papën, Gzim Hoxhën dhe Roger Rrytën, të dyshuar për pastrim të produkteve të veprës penale, pra pastrim parash, të kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Hetimet e prokurorisë së posaçme vijojnë, ndërsa kjo çështje konsiderohet një nga dosjet më të rënda që lidhet me abuzimin e tendrave publik dhe përfshirjen e strukturave shtetërore në veprimtari kriminale të organizuara. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Fatmir Merkoci. Zoti Merkoci, ju përshëndes, kënaqësi. Faleminderit edhe ju. Zoti Merkoci, nisim me insertin që dëgjuam së bashku ku hetimi i SPAK e vendos Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në qendër të një grupi të strukturuar kriminal duke përfshirë këtu ndërhyrje në tendera dhe favorizim kompanish të caktuara dhe pyetja lind se si mund të ndodhë tashmë që një institucion me rol strategjik për sigurinë e informacionit të përfshihet në një grup kriminal dhe nga ana tjetër çfarë mesazhi dërgon kjo për kontrollin dhe auditimin e institucioneve publike? Bie poshtë e gjithë ajo propagandë që këta kanë bërë përse e sigurisë kombëtare, sepse një institucion i tillë i cili ka të gjithë dhënat e shqiptarëve dhe të gjithë institucioneve të tjera del sot për mosbarazim tendra. Realisht nuk kemi të bëjmë me një mosbarazim tendrash, por kemi të bëjmë me një shkelje të vijës kuqe për sa i përket sigurisë kombëtare të shqiptarëve dhe Shqipërisë. Mos harroni se është bërë një herë, janë bërë disa lojna duke quajtur që është sulmuar nga iranianët e vende të tjera, në të njëjtën kohë që ato lloj sulmesh janë bërë po vetë nga këta persona, të cilët i kanë nxjerrë të dhënat dhe për të bërë atë grabitjen e madhe, sepse janë tendra të cilët pas çdo grabitje ndodhte çuditërisht ndoshin shumicë parash të hedhura për
për të mbrojtur, për të bërë sigurinë akoma më tepër në të njëjtën kohë që gjithë dhënat e shqiptarëve kishin dalë sheshit. Dhe kjo është pika më e lartë e sigurisë kombëtare ku qeveria do të mbajë përgjegjësi absolute dhe të jeni të bindur që asgjë nuk është bërë dhe asnjë veprim nuk bëhet pa dijenin dhe pa miratimin e kryeministit të Shqipërisë. Pavarësisht se aty dal Belinda Balluku apo të tjerë, ne e dimë shumë mirë që çdo veprim që bëhet në Shqipëri, apo çdo leje, apo çdo tender, çdo projekt do kaloj patjetër në dorën e Edi Ramës. Kështu që SPAK-u ndoshta është, jo ndoshta, por është i vënuar në këtë lloj akuzi që ka ngritur sot, pasi duhet të ishte shumë më përpara, por me sa duket fjetja e SPAK-ut ka qenë ndromice në para një viti. Tashmë duke qenë se brenda atij institucioni ndodhet edhe FBI-a e amerikane, kanë një siguri më të madhe, patjetër, por kanë edhe një mbikëqyrje për gjithë veprimet që ata po bëjnë. Kështu që janë të detyruar të nxjerrin. Dhe nxjerrja në momentin e duhur, them, të kësaj akuze për këta persona është pikërisht lidhet me arrestimin apo të marrën pandehur të Belinda Ballukut dhe në momentin, mos harroni se ka dalë në atë moment kur gjykata kushtetuese arriti të pështyjë në sovratin e vet me atë lloj vendimi që mori dhe SPAK-u apo prokuroria posaçme u përgjigj pikërisht me këtë lloj padije tjetër, domethënë duke marrë të pandehur këta persona të tjerë, të cilët kanë direkt lidhje me Belinda Ballukun edhe me Edi Ramën. Nuk e shoh thjesht vetëm si tendera, që kanë marrë tender, janë përjashtuar nga tenderat apo kanë bërë. Tu kemi të bëjmë me sigurinë kombëtare të Shqipërisë. E qartë, zoti Merkolçi, nga ana tjetër, dyshohet se zyrtarët e Akshit kanë marrë peng një biznesmen për ta eliminuar nga gara për tenderat. Sa e rrezikshme është e gjitha kjo për integritetin e prokurimeve publike dhe çfarë precedentësh krijon nga ana tjetër për të gjitha institucionet e tjera shtetërore? Kjo tregon që ajo që unë në çdo hekimen ku kam pasur mundësi të dal nëpër media apo në shkrimet e mia, kam deklaruar, bë vite që unë deklaroj që Rama ka ndërtuar mafia në shtet dhe mafia në këtë lloj forme funksionon. Pavarësisht se këta nuk kanë as moralin e mafjes, të paktën, nuk kanë as moralin e tyre, por tek e fundit Rama ka ndërtuar një mafia shtetë në Shqipëri. Mos ta harrojmë në asnjë moment këtë, sepse ta ndodhin të tilla gjëra në një shtet tjetër, domethënë ai shtet do konsiderohej i rrënuar, jo i rënë, por i rrënuar. Kështu që ndodhja në Shqipëri tregon që Rama ka atë forcën e madhe, mbështetjen e madhe që i ka dhënë qoftë Kabala, qoftë Sorosi, dhe ajo është Shqipëria është kthyer në një çerdhe të tyre, pra çerdhe e Kabalës dhe e Sorosit është Shqipëri dhe Rama është përfaqësuesi apo portavoqe e tyre në Europë. Dhe e gjitha ndodh në mes të Europës, një vend kaq i vogël, me një korrupsion kaq të madh, me një shtet e ka kaluar të gjitha kufit e shteteve e asaj që është shteti ligjor, shteti së drejtës, dhe tashmë ky e ka kthyer jo vetëm që është mafia shtet, por ky kërkon edhe ta legjitimojnë në atë Republikën kryeministrore, pra që ky duhet të jetë i gjithë anshëm, i gjithë pushtetshëm, dhe ky duhet marrë çdo vendim, duhet kaloj vetëm nëpërmjet duart vitit, qoftë vendimet që mund marrë SPAK-u për arrestime, apo qoftë edhe vendimet e gjykatave. Tashmë ne kemi parë se si ka vepruar ky me gjykatën kushtetuese dhe me gjithë gjykatet e tjera dhe me gjithë gjyqtarët të cilët nuk marrin vendime të cilat nuk pëlqejnë ky. Kështu që jemi në këtë lloj kushtesh. Tashmë unë them që